Vazhdojmë me seancën. Atëherë kush do me bon pyetje rreth raportit edhe punës së drejtorateve, mundi me i bon secili, pastaj secili drejtori përgjigjet për pyetjet që janë bon. A lëm kështu. Oni se i kanë shkruar ata drejtorat edhe kryetari, u bon. Në gjysë përgjigje granitit, edhe ndërkohë i siguruan dokumentacionin e nevojshëm, radhë e parë për rrugën Kukajon, e kemi siguru kontratën, cila ka 24 faqe, mundi me marë, jo japë, si kopje fizike. Ky projekt i realizuar nga zyra e prokurimit me kërkesë të komunës, ka kushtuar diku afër 34.000 euro dhe në këtë projekt është ndërtuar muri mbrojtës në gjatësi prej 80 metrësh, ja ky është. Edhe kupzat afër 800 metër katror. Edhe këto mundim me marë granitin e se do. Kështu që ata cilët do të kanë bërë propagandë që një muj ditë, e sidomos në Xhimidin Sedilari, përmjet tjetërve sociale, do të kanë bërë propagandë me qëllime politike, dhe këtu çdo gjë është transparente dhe ky projekt është realizuar në tërësi, edhe janë bërë pranimi i punimeve dhe është kryer edhe pagesa. Sa i përket pyetjes tjetër, puni ashtu të parashtuar nga Graniti, i cili tha që komuna Dragashit në vitin 2000 to dëmet nga zhvërshimet i krye nga buxheti komunal, ndërkohë na siguruam dokumentacionin e nevojshëm në vitin 2000, në kohën kur ka qenë pandemia. Në radhë parë, Parlamenti i Republikës Kosovës e ka bën ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 07L001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2020. Është bën parë plotësimi i ligjit që më leju komunave me urshu mjete nga rezerva shtatërore për me bën pagesën e shpenzimeve, kështu që me në atë kohë, me 2 gusht, në vitit 2000, është bën ndryshimi i këtij ligji dhe pastaj në qeveria e Kosovës, gjithësisë ministri i financave në atë kohë që ka qenë Hikmet e Bajrami, i ka alokuar komunës së Dragashit nga mjetet rezervë 489.959 euro. Dhe me këto mjete komuna Dragashit mes tjerash ka paguar edhe domat nga vërshimet. Dhe këtë dokumentacion si dush mujë me të. Në rregull, po jo kam qeveria. Na? Jo. Shkuën këtu prej buxhetit rezervë. Por në subvencionet së mundin me qenë buxhet rezervë. Subvencionet janë nga tyrat vetanake. Kështu kjo është nga buxheti i konsideruar nga buxheti i komunës, por nuk ka më rëndësi se shuma prej 489.959 euro është lejuar nga qeveria e Kosovës në atë kohë mas ndryshimit të ligjit, sepse deri atëherë kishin ndaluar mbajtja dhe shfrytëzimi i këtyre mjeteve nga rezervat e shtetit për gjona, kështu që edhe nëse qeveria e Kosovës, gjithësisë kryeministri, na i shon neve mjetet, që ka shkuar dhe na bëjmë pagesën, sepse i kemi dokumentacionin komplet se cila ekonomi familjare, sa do më shkaktuar dhe na mujmë ta bëjmë pagesën. Faleminderit.
Faleminderit kryetar. Graniti e ka fjalën. Urdhëro. Unë nuk kontestova asë në fillim që qeveria në theshe ma Abdullahotin një pjesë të mjetëve e ka dhonë, ajo nuk është asë gjysa e mjetëve që janë shpërnda, dhe më thonë mjetët, ato ju garantoj gjini dokumentat, jo i një pushtet, janë nda prej xherollogarisë së komunës. Ka pas mjetët që janë nda prej subvencioneve, ka pas mjetët që janë këthuje pi qeverisë për që su miratu e ligji i pagave atir, edhe ka pas një fond që kanë bërë për ndim këto komunat ma të vogla. Aty jem me ju, nuk ja hupim nderën kërkuj, për pagesat edhe kompenzimet i ka bërë komuna e Dragashit, nuk thash pse ju s'pi boni, këto kompenzime i takojnë qeveris, qofë se kini do një mundësi, se e pam që s'ka një jetë mi pagu këto, qofë se kemi do një mundësi, mundëm ju në mu edhe në bashkë, që mi kompenzu bërë ekonomit familjare. Faleminderit. Faleminderit. A ka dikush pyetje rreth raportit edhe punës së drejtorateve? Usman Balçika. Sve u cilju da budemo kraći, umorili smo se, ljutimo se. Nije kod nas dobra atmosfera i to nije dobro, ali valjda će vreme da ispravi ove stvari. Direktorijat za administraciju u startu neka pogleda prvu stranicu, Leta shikoje do të thotë faqen e parë. Raporti është bërë në muajin shkurt. Kjo do të thotë flet që është copy-paste. Pasi që edhe data është e gabuar, me siguri është deri tek mend, do të thotë faqja e parë, muaj shkurt 2005. Dhe nuk është qartë praktikisht tek na kush është drejtori, duke pas parasysh që në nënshkrimi është edhe te plani dhe edhe te raporti. Dhe duhet të merren të qëndrimi, kush do të raportoj, ata që janë kon drejtorat gjatë mandatit të parë të pjesa e raportit, nuk e kam kurrë kundër, veç parashtoj pyetja, a është më mirë që drejtorat të ri praktikisht ta nënshkruajnë planet e veta dhe raportet të tjetrit nuk është e njëjtë, pasi që për shembull unë nuk kam qenë drejtor dhe nuk mund ta nënshkruaj një dokument i cili është raporti dikujt tjetrit. E dyta, arsimi. Sipas informacioneve që kam nga arsimi, licencime, regreset, pagesat e licencave, shujtjeve, a janë problem, a ka probleme me avokatët, a ka problem tek komuna, te mësuesit, nuk është paguar si që kam informatat në asnjë kompenzim dhe për atë drejtori i drejtoratit e ka shënuar si sfid prej sfidave. Dhe nuk është kjo viktimizim, duke pas parasysh që paguhet licenca për mësimdhënësit të komunitetit Shumicë. Drejtorati i urbanizmit, rreth investimeve kapitale, besoj që ka mbajtur në mend pyetjen, është një shumë pak më e ulët e realizimit dhe pa pajtueshmëri me raportin e drejtoratit të financave, le ta korrigjohet, nuk dua të llogarisë, do të del gabimi, përqindja e realizimit është 90%, po thuhet këtu do të thotë kubëzimi i rrugave në Pllav dhe Kuklibek nuk ka vlerë, e në Radesh ka vlerë 70.000 euro. Dhe për atë e kam parashtruar një pyetje, a është investimi kapital dhe nuk është qartë, do duhet të sqarohet.
licencat ndërtimore nuk ka numër të faqës, edhe kjo shihet që është bërë, do të thotë shkeleshko, si faqe. Këto leje ndërtimore a janë dhënë në bazë të kërkesës së qytetarëve për pronat private apo edhe dikujt që paraprakisht gastra apo objekti është ndërtu në pronë shoqërore, nëse kemi dhënë leje ndërtimore. Duke pas parasysh që këto lejet i jipen, do të thotë, për në territorin e komunës së Dragashit. Pyetja radhës është rreth adresave 28.000 banor. Duke ditë parasysh që komuna e Dragashit e ka numrin e banorëve 30 kusur. Mos është do të thotë kjo para përgatitje për zgjedhjet lokale, mos është ndonjë votim sa i përket diasporës. 28.894 adresa janë të regjistruar dhe ndërkohë zotërit prej komunitetit jo shumic kanë marrë edhe emailët të adresave, mos janë grumbullimi i adresave apo informacioneve sa i përket procesit zgjedhor. Nuk kam faqe, aty do të thotë bëhet fjala për raportin e drejtoratit të urbanizmit, thuhet në bashkëpunim me ekspertet dhe bashkëpunëtorët të AKP-s janë arritur rezultate të arritshme. Mbi 30.000 banorë të komunës së Dragashit e kanë konfirmuar adresën e vet në sistemin ARIS. Adresa merret në bazë të shtëpisë, një shtëpi, një adresë, do të thotë mbi 30.000 adresa, dhe komuna e Dragashit në bazë të regjistrimit të popullatës ka pas 28.894 banorë. Nëse janë adresa, do të thotë 30.000 adresa, ka 4 persona del 120.000 banor. Kjo është veç sy e faqe dhe duhet të ti tregoj që nuk di me punua. Shumë shkurt jam qyre për juve, për shumicën e jush, nuk parashtoj pyetje të gjata. Komisioni për shitjen e banesave. 5 lënd e ka përfundu, kush janë ato lënd, kush ka marrë banesa, kush ka ble banesa. Do të thotë përfaqësimi para gjykatës, 200 përfaqësime që do të thotë që ato akuzat apo akt akuzat të mesmëdhënësve praktikisht a janë shumic apo jo shumic. Nëse thom që janë jo shumic, prap gjylëverie ka me thonë që po bëj viktimizimin e vetvetes. E njëjta storje ndodh me këtë departament, kur e kemi pas projektin e shtesave familjore, janë marrë edhe adresat, janë marrë edhe materialet, janë marrë edhe kontaktet, janë mbledhur për shkaqe zgjedhore. Këta janë, do të thotë që janë në fuqi, e kanë fuqi, e kanë
komunitetit jo shumit që janë pushtet i kanë informacionet dhe i kanë institucionet prapa vetit. Balçi, a do dikush tjetër me marrë fjalën? Pyetje. Nëse nuk ka pyetje, atëherë vazhdojmë me përgjigjen e drejtorave. Drejtori i administratës e ka kërkuar fjalën, urdhno vetëm. I nderuar kryesues, i nderuar kryetar, i nderuar asambleist, sa i përket që në faqen e parë ose në faqen e dytë ku shkruan muaj shkurt 2026, do më tregu zotrit Balxhi se raporti u përgatit në atë kohë, do thonë në muajin shkurt. Dhe është dërguar në zyrën e kuvendit muajin shkurt. Dhe për atë shkruan shkurt 2026. E sa i përket në nënshkrimit raportit, unë e kam cekë që ky raport është përpilu në bazë të dhonave që janë dërguar nga sektorët. Do më thonë, si cili sektor, i drejtorisë dërgon raport të unë, dhe në bazë të aty në raporteve u përgatit ky raport. Edhe e kam nënshkruar. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Zeni Krasinçi ka kërkuar fjalë. Nderuar kryetar, nderuar kryesues, zonës kryesues, të nderuar delegatë dhe ju të pranishëm, mu parashtruan disa pyetje në drejtorinë e arsimit, jam i obliguar që t'ju përgjigjem, megjithëse pjesën më të madhe të përgjigjeve dha dhe kryetari, por artan e di që i keni përvojë gjatë se delegati kuvendit, ligjërisht ty ta jep drejtën ligji që ta bëni kërkesën, nëse ju dyshoni se ka në atë listë person që është jashtë dhe e merr pak, lirisht mund ta bëni një kërkesë për çastjen dokumente zyrtare, nuk ta mohojmë ato, mirë po specifikisht për atë person që dyshoni nëse ekziston. Lirisht mund ta bëni kërkesën edhe keni drejt, mund vini edhe të keni çastjen në dokumente zyrtare. Kurse sa i përket nderumës, përgjigjen rreth paletit ta dha kryetari, kurse rreth raportit unë nuk di e nderuam se çfarë raporti po kërkon ti, kur e dini që i raporti është një përmbledhje e punëve dhe aktiviteteve të sektoreve ose njësive, ku janë përfshirë gjitha punët dhe aktivitetet që janë bërë brenda kësaj periudhe, në janar deri me 31 dhjetor vitit. Aty kemi para dhe rekomandimet ato që po të shqetësojnë ty, edhe sfidat me të cilat jemi ballafaqur dhe prapë kemi paraqit për vitin në vijim. Por ndryshe ju kërkuat që psikolog, edhe kryetari i tha 3, ndoshta gaboj, i kemi pranuar na 4 psikolog, një kemi në Bresan, mandej kryetari tha se në Bresan kemi në Beograd dhe 2 në shkollët mesme. Kurse sa i përket asistentes, domethënë asistente për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore, me të vërtetë kemi problem, na kemi cekë edhe aty në raport ndoshta e ke pa. Jo vetëm aty kemi bërë kërkesë ministri, por ministria po heziton edhe deri tash neve na ka ndaluar. Unë kur para 3 vite kur e ku marr punën e kum gjet një kërkesë se kemi pas nevojë për 3 asistent, një këshilltar të karrierës dhe një specialist IT-s. Votimi ka qenë drejtori administratës e din shumë mirë, atë na u refuzuan. Megjithatë na i kemi 3 asistente që punojnë, një kemi në Bresan, një kemi në Blaç dhe një kemi në shkollën Feta Sulejmani Dragash. E kemi edhe ekipin komunal për vlerësimin e këtyre fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. E kemi vlerësuar një nxënës me kërkesën e drejtorit të shkollës mesme të lartë gjimnazit. Kemi kërkesë edhe nga Blaçi edhe për 2 ose 3 duket sa di. Sot kemi filluar punën, domethënë që komisionit merret me to dhe bën vlerësimin e tyre. Tjetër sa i përket qerdhës. Qerdhja është sa po u formuje 2 me 1 shtator me nxi, domethënë pas shumë përpjekjeve, pati ishte që na, tash po bjerise që të lavdomi, po edhe kemi drejt lavdomi se pas 10 viteve kemi bën funksionalizimin e qerdhës. Na kemi bën kërkesë ministri me një herë që të na ndihmojnë. Edhe ta kompletojmë edhe zyret, po gjithashtu, domethënë edhe krahas zyreve, edhe dhe mundësi tjera, edhe buxhetore, edhe kadrovite që të kompletohet, edhe nuk është problem që ta zgjatim domethënë orarin e punës. Përpjekjet tona janë vazhdueshme, po presim nga qeveria me të drejtën, po nuk kemi përkrahje deri sot. Kemi bërë edhe kërkesën që edhe emrin, kemi propozuar një emër që t'i vendoset edhe emri këtij institucioni parashkollor, presim këto ditë që të na kthejnë përgjigje. Sa i përket trajtimit, thatë të mësim dhënësve.
Unë nuk e di çfarë trajtim tjetër duhet më i dhonë mësimdhënësve, kur e dini se qeveritë e mëhershme nuk e kanë bo, na jemi tu realizu kontratën kolektive, edhe pse po kemi shumë, do më thonë, ma shumë po kemi dëmë në realizimin e projekte ndryshme, mirë po na e ka dhonë premtimin edhe kryetari dhe jemi në fund të realizimit, do më thonë, kontratës kolektive. Ku aty paguhet, po kjo është edhe përgjegja njëkohësisht edhe e Ballxit që tha se po paguhen licencat, te kontrata kolektive pra paguhen shujtat, paguhen licencat, paguhet ka fillu edhe inflacioni, mi po kove të fundit është para pa që të paguhet e transporti ata që udhtojnë prej prizrenit e qyteteve tjera. Vazhdimisht neve na vim, të thonë drejtë një shumë njoftime, fakt vetëm na njoftojnë neve se prej përmbarusit. Vazhdimisht janë të në ardhë Ballxhi, nuk është që jemi të bëhë diskriminim, ajo nuk është çështje që varet prej neve, këto i kanë marrë në përshkollat i edin, regjistrat i kanë avokatët, përmes avokatit do të shkon procedurët përmbarusit edhe gjithçka merr fund. Besoj që kryetari e din se sa domin është bo, jo vetëm neve komunës tonë, po gjitha komunat e vujnë këtë problemin e kontratave kolektive. Unë ka që kom tjetër pyetje më duket s'pata. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Bar Brenolli ka kërkuar fjalën. Selam aleikum. I ndëruar kryetar, të ndëruar delegat, të ndëruar kolegë dhe ju të pranishëm. Gjatë parashtrimin e pyetjeve të delegatëve është bërë një akuzë në adresën time, duke pas parasysh që unë e shkeli drejtat të pjesës së opozitës i përket punës time. Delegatë vjetër e kanë shumë qartë procesi që është bërë në të thotë prej vitit 2018 dhe 2019 është bërë në të thotë rinovimi të gjitha qendrave të mjekësisë familjare në pjesën e opojës. Ndoshta nuk është në tërësi, por atëherë me ato mjetet të cilët i kemi pas në dispozicion, i kemi ndryshuar, i kemi lyer objektet të mjekësisë familjare. 2022 është bërë rinovimi i të gjitha ambulantave, do të thonë 2023, më falni, të gjithë ambulancat apo qendrat mjekësisë familjare janë rinovuar. 2025 dhe 6 për shkak të shkurtimit të mjeteve, po bëhet faktikisht rinovimi i objekteve shëndetësore në pjesën e Gorrës. Sa i përket buxhetit, komuna e Dragashit vetëm ju rikujtoj për shkak të komunitetit Joshëmic, i cili në përqindje të madhe jeton në komunën e Dragashit, praktikisht e kemi edhe buxhetin më të lartë nga ana e qeverisë qendrore. Sa i përket të hyrave feminore apo pranimeve për fëmijë, nuk i kemi asnjë lidhje me ato, ajo bëhet, aplikimi bëhet nëpërmjet Ekosov, portalit Ekosov, kështu që do të thotë nuk ka asnjë lidhje. Për atë që nuk jemi në marrëdhënie të komunikuese në mes nesh, mua edhe delegatit në fjalë, ajo është diçka tjetër, unë nuk kam asgjë kundër nëse duhet të komunikoj drejt për drejti me mua. Sa i përket vendeve të rezervuara, ai shumë mirë e dije të cilat janë vendet të rezervuara dhe sa janë shfrytzuar dhe çysh janë shpërndarë. Faleminderit. A ka dikush pyetje? Urno. Replikë. Hajde, vazhdo ti. Në dola njerë me falenderua kryetarin për qëtë projektin në rrugën ku ka janë Dragash. Tu po shihet që ka janë punimet, po shihet e kontrata bashket me i pa sakt s'funda me i pa, po dhe sem dhe një ekspert që mundi me vlerësohë unë e që ka u bo, po po më vjen mirë që në raport u dash të më konë që kjo. Më thonë që është ta kryetari, që tash është edhe një pikë pyetje këtu. Kush e ka bo realokimin, se kjo budget u konë qëtërsant. U konë në rrugë, kush e ka bo mira, ka bo gabim, ato jënë çështje qera, veç qështu, që e dha kryetari, këshëm pas qef edhe qëto projektet qera, se në raporti kemi pas ndryshë stadiumin e Blaçit, Plavës, trotuar, kanalizim s'di diçka në Kosovë,
Dhe më thonë rrugën e nkryëm ku ka janë, shqetonë që pëse bënë edhe qerat në qëtë mënyrë me na i dhonë që na i dha kryetari, edhe besoj që kjo nuk u kanë as propaganda, as kur gjo, që tu dhe më thonë edhe kryetari kalëgjoj që ka u punue, as nuk ka keq përdërim, as kur gjo. Besoj që është para popullit shumë ma qartë edhe ka unë opozitës e ka unë opozitës. Që se bënë e shto projektet qera me na i dhonë qështu, është shumë mirë, edhe me pyet diçka rruga Kryshev Zlipotok Brot që u punue, dhe më thonë e është me sa e di unë për ministrisë, për na është në komunë tonë, nështë ta kemi drejt me lypë që ka u go, që ka su go aty, është në gjendje të mjerushme, që tash që ka dalë Branvera, unë e më konë vete, ku më pa vetë, dhe më thonë disa vende ka shqit asfalt e i dëmtuot shumë, është edhe rruga magistrale që përshkon për Restelic, segmentin të Mliki, aty para urës Mlikit, është një gropë e apme që gati 2 vjetë. Unë e di që nuk ka përgjësi e komunës, është përgjësi edhe opozitës me lypë ato, dhe më thonë, a ka dikush me lypë, me lajmru atë rrugë, se dhe më thonë, është një vend potencial për me ndodhe një fatkeqësi ma e ma. Faleminderit. Faleminderit Granit. Ballxhi, ka replik Ballxhi. Drejtori i arsimit besoj që do të thotë nuk e bëj segregacion, nuk besoj që ka ndikuar për pagesën e licencës apo shtyjeve. Është vërtet që kam thonë që kolekt të cilat janë në ingerencën e juaj, të cilat janë praktikisht edhe në proceset gjyqësore, keni vetë, nuk kam thonë që ju i dini, do të thotë jeni në kontakt me ta, nuk kam thënë sa i përket drejtorit të shëndetësisë, nuk e di nga cili moment kjo kujdeset për banesat sociale. Kjo është çështja i cila i takon drejtorit të urbanizmit. E di që janë një ekip kundërshtarësh që punojnë kundër meje, edhe pse kemi qenë bashkë, ju më njohni kush jam une mirë, mos t'ishit kon ashtu kishit kon në Zvicër apo në Beograd. Banesën e cilën e kam marrë prej programit, ju programit, jo që kam qenë pjesë e SPS apo partisë tjetër, jo, për e kam marrë atë ndërtes, atë banes për shkak që jam kon prej kuadrave të shkëlqyeshëm në atë kohë dhe vazhdoj të jem. Sa i përket kuadros dhe sa i përket vendeve të rezervuar nuk kam pas nxënës për shkak që ato nxënës të cilat ju i keni mësuar praktikisht nuk kam pas me i integrue. Kam dhënë kontributin tim për hapjen e drejtimit të shëndetësisë në shkollën e mesme, po kjo është e kaluara. Unë po thom e parashtroj pyetjen për departamentin e urbanizmit, jo juve, ato ndërtesat e cilët nuk janë bler, kush janë ato banesa, cilat banesat kanë mbetur, do të thotë duke pas parasysh që ato janë bler në vitin 1992 për juve më të ri që janë t'ju informoj, pasi që nuk i ka ble dikush shumica për atyre shqiptar, duke pas parasysh që nuk kanë pas drejt blerjen e ndërtesave, duke pas parasysh janë jashtuar prej punë, praktikisht ato banesa kanë mbetur pa bler. Tash ka ardhur momenti që ata shfrytëzuesët drejtës së banimit kanë drejt të blerjes së banesave, vetëm kërkova një informacion konsultiv të themi për ato çështje. Nuk mund ta lexojmë vetëm vendime në mënyrë narrative, por ky raport i punës do duhet edhe disa gjëra të sqarohen. Të gjitha sendet që e dini zotri Behar publikisht të thiri që ta publikosh. Të gjitha gjërat që e dish rreth meje, jam profesor i partisë politike të cilën praktikisht e keni lëshuar, e keni vjedhur 2 mandate të drejtorit të kije në korrisë të partisë teme. Tash, për rreth pozitivizmit të LDK-s i cili ju jep krah për çdo seancë, jo vetëm e majlat adresat të cilat i kam përmendur,
ka po ndodh edhe me banesat sociale të cilët praktikisht do të marrin banesat në ndërtesat të planifikuara. Gjitha sende i keni pas në dorë, gjitha mjetet i keni pas dorë dhe keni fituar vetëm për 150 vota. Ta kisha une kretat të fuqi, ju sot nuk ishit. Kush pyetje tjetër? Përgjigje nga drejtorat? Nëse nuk ka atëherë edhe në votim, kush është për? Për raportin, po komplet, s'pa pyetje, s'pa përgjigje. Kush është kundër? Jo. Abstenima ka? 2. Atëherë konstatojmë se me 10 vota për, 1 kundër dhe 2 abstenime miratohet edhe kjo pikë. Vazhdojmë me pikën e 6, pikën eventuale. A do ndikush me marrë fjallën? Ballxhi ka fjallën, urna. Në kuadër të pikës eventuale kam dhe vetëm një pyetje të drejtorit të arsimit pas vendimit dhe rregullorës së Qeverisë Republikës së Kosovës, të gjithë ata të cilët janë zgjedhur në zgjedhjet 2025-s do të duhet të orientohen për një vend të punës në qendrën e shkollës së mesme Rushdi Berisha. 2 mësimdhënës praktikisht e kanë lëshuar vendin e punës, një pezullim dhe një lëshim i vendit të punës. Pas asaj, çka po ndodh me konkurset të cilët praktikisht do të duhet të zaventsohen ato vendet të lëshuara. E kemi praktikisht një vend të pezulluar në pozicionin e ekspertit të IT-s, profesorit të IT-s dhe një vend pune tjetër. Në anën tjetër, kush në vendin tim të cilën e kam lëshuar në shkollë mesme, ato vendet, a janë vendet të lira dhe çka keni bërë për çështjen e hapjes së konkursit për përcaktimin e vendeve në të kundërtën praktik. A do dikush tjetër me marrë fjallën? Për delegatëve, po drejtor, të kryejmë pyetjet për delegatëve në fund për Arton Losha i ka fjallën. Një pyetje shumë të shkurt që tu e pash një foto nga Uzair Hamza, edhe përshkruan sa munda me përkthyje, unë se kuptoj pa këtë gjuhën, mbledhja e grupit punues për kthim. Një foto kështu. Po do me pyet kryetarin dhe shefin e nga kush është formuar ky ekip, sa persona janë në këtë ekip. Unë e di që në komunë jetojnë edhe goranët dhe bosnjakët për minoritetit, e jo vetëm votuesit e CDU-s, por mos t'ishte fitim spahia që e njohë qëtë unë. Çdo kush kishte menduar se janë zyrat e CDU-s, jo në zyrat e komunës kem lidhje. Faleminderit. Faleminderit Arton. A do dikush tjetër me marrë fjallën? A ka pyetjen prej delegatëve dikush? Nëse jo, Uzair Hamza ka fjallën. Poštovanje i pozdrav svim. Përshëndetje për të gjithë që ka mundësi ka dades Uzairi. Grupi punus komunal është themelu në bazë të Grupi punus komunal është themelu në bazë të rregullorës 01/2018 formohet apo themelohet nga ana e kryetarit të komunës. Në rregullore decisivisht ceket e përshkruan, do të thotë pozicionet të departamenteve të ndryshme, është respektuar, do të thotë edhe struktura nacionale edhe gjinore.
Nimete Berisha është antare, gjithashtu ndoshta nuk shihet nga drejtori departamenti i arsimit është Kaltrina. Përfaqësuese është Kaltrina. Do të thonë nga të gjitha departamentet i kemi janë marrë, do të thotë përsipër që të janë ky komision themelohet gjithnjë pas marrjes së mandatit të ri të kryetarit të komunës. Kështu që do të thotë në kuadër të Ministrisë së Kthimit dhe Integrimit praktikisht e kemi marrë një shkresë të ministrisë duke pas parasysh pas kësaj do të thotë kryetari e themelon apo e propozon antarët e komisionit të cilët do të kenë një mandat të ri sa i përket përbërjes. Gjithashtu kemi edhe përfaqësuesin e urbanizmit dhe kadastrit të arsimit, të gjitha ashtu pozicionet të cilat janë cekur në kuadër të rregullorës, ashtu është edhe përpilua apo themelua vendimi për Fitu Zahir, a do dikush tjetër me marrë fjalën? Nëse nuk ka, atëherë mbyllim seancën. I kisha lut mediat me që të dalin jashtë dhe ekzekutivi. Se kemi me diskutuar diçka.